Platforma e partneritetit për integrimin evropian. Platforma është një strukturë e rëndësishme për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pasi nëpërmjet saj realizohet rritja e ndërgjegjësimit publik, shpjegimi i procesit të anëtarësimit, informimi mbi negociatat dhe progresin e bërë për çdo fazë, përfaqësimi i gjithëpërfshirësit të gjithë aktorëve, këshillimi e monitorimi i procesit nga grupet e interesit. Platforma përbëhet nga bordi drejtues dhe tryezat e diskutimit dhe këshillimit. Bordi drejtues, si struktura më e lartë e saj, kryesohet nga kryeministri dhe ministri për Europën dhe punët e jashtme dhe ka si qëllim të drejtojë platformën e të garantojë bashkëpunim institucional. Tryezat e diskutimit dhe këshillimit që janë gjithsej 33 të ngritura në mënyrë analoge me 33 kapitujt e AQI të BE. Secila nga tryezat mund të përfshijë përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, të pushtetit vendor, të komunitetit të biznesit, shoqatave të punëmarrësve, botës akademike, medias dhe grupeve të interesit. Një ministri mund të drejtojë një ose më shumë kapituj dhe kjo do të thotë që po aq grupe ndërinstitucionale të punës për integrimin evropian dhe tryeza koordinohen nga ajo ministri. Drejtuesi GNPI për kapitullin përkatës thret tryezën duke përcaktuar datën dhe temën për diskutim. Gjatë tryezës, pjesëmarrësit diskutojnë për temën ose çështjen që lidhet me kapitullin e ofrojnë rekomandime. Në përfundim përgatitet një dokument që u dërgohet si pjesëmarrësve, GNPI-s përkatëse, ministrive përgjegjëse si dhe sekretariatit të integrimit evropian dhe strukturave të tjera. Në tryezë mund të ftohen të marrin pjesë edhe negociatorë nga ministritë e tjera apo institucionet e lidhura. Si mund të përfshiheni në tryezë? Nëse jeni përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, të komunitetit të biznesit, të sindikatave, akademisë apo pushtetit vendor, ju mund të aplikoni duke dërguar me email. CV ku tregohet eksperjenca juaj profesionale dhe akademike nëse aplikoni individualisht, ose eksperjenca dhe ekspertiza e organizatës apo institucionit që përfaqësonin. Letër interesi ku detajohen fushat e interesit dhe mënyra se si planifikoni përfshirjen dhe kontributin tuaj. Ju si individ apo organizat mund të përfshiheni në një ose disa tryeza. Për secilën tryezë duhet realizuar një aplikim i veçantë ku ekspertiza dhe eksperjenca juaj të përshtatet me kapitullin e tryezës dhe të dërgohet online në kontaktin e vendosur në thirrje. MFE bën përzgjedhjen e aplikimeve dhe vendos nëse aplikimi pranohet ose jo. Çfarë nënkupton përfshirja në tryezë? Ju informoheni dhe konsultoheni mbi procesin e negociatave për kapitullin përkatës, si dhe ofroni rekomandime e sugjerime për çështjet specifike të kapitullit.